Drejtoria vendore e policisë së Vlorë bën me dije se vjen në pranga 3 shtetas për vepra të ndryshme penale, shpallet në kërkim një tjetër i dyshuar për vjedhje. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnje bën të mundur kapjen dhe në pas ekzekutimin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për një shtetase 27 vjeçe, lindur në Vlorë dhe banuese në Lushnje, e dënuar me 1 vit burgim për veprën penale falsifikimi i monedhave. Ndërkohë nga specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor në Vlorë dhe Sarandë u arrestua një 36 vjeçar banues në Tepelen, pasi më datë 28/3/2025 në rrugën Aleksandër Mojsiu Vlorë, duke drejtuar automjetin e tij tip BMW, ka aksidentuar një shtetase 75 vjeçe e cila ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë. Po ashtu është arrestuar dhe një 50 vjeçar banues në Sarandë, pasi më datë 28/3/2025 dyshohet se drejtonte automjetin në gjendje të dheur dhe nuk ju bind urdhit të policisë për t'u nështruar testit të alkoolit. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandës shpallën në kërkim një 19 vjeç banues në Sarandë, pasi dyshohet se i ka vjedhur një shumë e parash një shtetasi në lagjen numër 4 të Sarandës.